Për shkak se edhe ekonomia dhe politika dhe geopolitika tashmë janë bërë një mishmash dhe janë bërë, si themi, një gatim i gatshëm. Sidomos për Amerikën, por për të kthy përgjigjen në pyetjen tënde, unë mendoj që në fakt është Evropa problem, ose po shihet Evropa si kërcënim më i madh për Amerikën ka aspekti ekonomik, për shkak se nuk i intereson SBA-ve të Donroe doktrinës, siç po njihet tash, jo Monroe, po Donroe doktrina, që shihet Evropa si një njësi shtete fuqishme tregtare për Amerikën që t'i përbashkohet. Për shkak se mos harrojmë, për shembull, vetëm ka aspekti i kualitetit dhe standardeve të ushqimit, Evropa është njështri në botë. Është mbi rregulluar, por njerëzit ndjehen më të sigurt të hanë edhe të ushqehen në Evropë se sa në Amerikë. Atëherë rregullimi i platformave teknologjike, që është emër aktilit për Amerikën, kjo nuk po i konvenon që kompanitë amerikane në Evropë po mbi rregullohen, po penalizohen, po paragjikohen edhe po, domethënë në përgjithësi po dëmtohen, përderisa aspekti kulturor që gati më rëndësishme për magën edhe mbështetësit e tij, si edhe për Silicon Valley, për këtë grupin e njerëzve që janë në qendër në Kalifornia dhe që zhvillojnë këto platforma teknologjike, është aspekti kulturor, sepse mos të harrojmë fjalimi i J.D. Vance, shkurtin marsin e vitit të kaluar, si edhe këto prononcimet e fundit, e kam bërë me dije që një Amerikë sot me doktrinës Donroe nuk do të toleroj një Evropë e cila është tetë e lirë, por që prosperitetin e saj ka derivat nga dollari dhe në anën tjetër ka një farloj, si themi, suficiti tregtar me Amerikën. Kjo ishte, si themi, një histori e vitit kaluar, por do të ripërtrije. Kina është më tepër aspekt transaksional për Amerikën, sepse ja çka i bëri për shembull me Venezuelën, ja çka po i bën me Panaman, tashmë do të shohim edhe shohin tjetër në paqësor, në afërsi të Tajvanit, do të ketë zhvillime në atë drejtim, përderisa për Donroe doktrinën dhe doktrinën e sotme të presidentit Trump, si të fragmentarizohet Evropa, si duket është prioritet edhe objektiv i këtij viti, e besoj se do të kemi zhvillime bukur të ashpra në muajt në vazhdim në këtë drejtim. Mirë, faleminderit shumë. Nga dhoma e realizimit mund t'ju tregoj nëse është e mundur që të kemi edhe një herë pas pak një lidhje bashkë edhe me Augustinin, edhe me juve, për shruar edhe disa çështje, por këtë ua tregon dhoma e realizimit, me që unë nuk po mund ta di që tani nëse kjo është e mundur teknikisht, por po e kthe bisedën këtu, me që u tha që u përmend Europa në fakt në këtë rast, dhe shqetësimi i SBA-s me Rusin, me Kinën. Tani kur nis një luftë kështu, si rasti luftë, nuk po e quaj kushtimisht luftë, por një, le të themi, ndërhyrje me Venezuelën, përveç resurseve të naftës, përveç ankesave që Trump ka patur për trafikimin e drogës nga Venezuela, përveç raporteve të acaruara me Madurën, që nuk kanë patur asnjëherë një raport shëndosh diplomatik, kur SBA tenton të ndroj sistemin shtetëror të një vendi, është synimi edhe që të liberalizoj tregun, ta ketë një treg më konsumues. A i konvenon SBA-s të ketë fëqin kështu shtete që konsumojnë pak, që janë ekonomi të varfra, si që është Venezuela, Kolumbia, tjerat, që i ka në fërsi. Nësë harojnë, Venezuela ka qenë shtetë shumë i zhvilluar. Ka qenë, por po flasim për një periudhë, për 2 dekada më shumë, ka kaluar në një shtetë që nuk konsumon shumë, që nuk ka fuqi blerëse. Ndaj kur synon të arzoj një regjim, cili është 8 milion banor. A ka qëllim edhe kështu SBA-ja, që të krijoj shtete për rreth që janë konsumuese, që mund të tregtoj me to, që të mund të ketë partneritet ekonomik më të shëndosh? Pa dyshim, unë mendoj që qendra e ndikimit janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Së fundmi po e lexoj një raport për Argentinën, se sa e përmendu i ka një banka qendrore amerikane, se sa ka ndikim një lëvizje normës të interesit. Ose një pritje pikrisht për ullje në të ardhmen, shembull. Jo larg, 2014, Banka Qendrore Amerikane e ngrit normën bazë të interesit. Banat e thesarit të Argentinës nuk janë më atraktive për shkak të riskut,
sepse ofrohet një kthim më i mirë edhe më i sigurt në bonët e sarit Amerikës. Paret zhvendosen prej Argjentinës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e Argentina përfundon në kolaps. Ky është sa është ndi. Thut, kur Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë një ftofje të lehtë, shtetet tjera për rreth janë pneumoni. Kjo është ndikimi, për arsye se shumicë qendra, nëse e ky edhe kompanitë që janë të listuar, ti ki edhe shumë kompani evropiane, aziatike, cilat listohen në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për arsye se mundësia absorbimit kapitalit është më e madhe. Po tashti, cili është modeli që mu më pëlqen, përmendi Manueli për shembull, Evropën. Evropa është kjo që është, divergjencat në gjuhë, divergjencat në kulturë, po edhe mungesa një politike të përbashkët, edhe financiare, po edhe politikës të jashtme, po kjo është nështë ajo që i thonë, ajo beauty, ajo ana e mirë e Evropës, do më thonë që në një hapsin arrin me gjetë kompromise ka të ndaja gati gjitha shtetet. Normal, ka dhe aty outliers që tjerën statistikisht dhe më përjashtime, po ajo, për thama, nuk ka ndryshu. Dalja e Britanisë të madhe ka godit shumë Evropën. Mirë po, Gjermania, si motori kryesor, nuk mendoj që kishte ekzistuar Bashkimi Evropian pa Gjermaninë, pra arriti me lëvizje para. Tashti, Amerika është tjetër muhabet, është një gjuhë, ti nëse i pa punë Amerikë, New York, ti mund me shku në Arizona me punuhen, po thuj se ligjet me diferencat vogla aty janë, në Evropë, për shkak nëse jeti i pa punë, Greqi, e kima probleme gjetë punë, Gjermanisë duhesh me ditë edhe gjuhën, përkundër që tregu i punës, pra ka rigiditet edhe në tregun e punës. Evropa është për nga niveli i ditëve të pushimit, ka ma shumë ditë pushime, më sarrojmë në Amerikë janë mbi 60 milion njerëz pa sigurim shëndetësor. Pikërisht ajo që u thirrke Obamacare. Pra, na jemi në Evropë, modeli jonë është evropian, me të mirat këshia të veta na qanej. E tha dhe, Zotë Bajra, që në Evropë edhe pra bizneset amerikane, po